Përshëndetje miqtë dashur. Ta ndëgjojmë Talant Kelmendin se çfarë thirrje ka për opozitën edhe për gazetarët e Klan Serbisë. Shkojmë. Një prononcim të zotit Talant Kelmendi. Urojmë që opozita gjatë 4 viteve të ardhshme fillimisht të reformohet brenda e pastaj të reflektoj jashtë. Po ashtu nuk e di a i kemi të shtoqin këtu analizëve të shtoqit, temperatura konstante në studio gjatë 4 viteve të ardhshme. Urojmë që gjatë dimrit ta kem ngrohtë e gjatë verës ta kem freskë. Neve do të na kem këtu duke qeverisur për të mirën e gjithë qytetarëve. Urime gjithëve, urime qeveria Kurti 3, urime gjithë qytetarëve. Dhe një prononcim të zotit. Ja, po. Miq, ja ndëgju çfarë urimi pat për ta. Qa më e thonë, ju dua miq, çka më e thonë, lavdi dëshmorëve. Gjithmonë në zemër këtu, dhe s'ban me harru. Kështu që kaloni një natë bukur, edhe personte u kry edhe një herë Allah, respekt, Zoti ju rujt me gjithat mirat. Kaloni bukur.